Liderët e Vlenit pas mbrëmjes festive për pavarësinë e Kosovës në Prishtinë kanë zhvilluar takim ku është biseduar çështja e zgjedhjes së një lideri. Jo zyrtarisht mësohet se takimi është zhvilluar në praninë të kryeministrit Albin Kurti. Televizioni 21 mëson se në këtë takim në tavolinë është diskutuar opsioni me bashkëkryetar. Është propozuar që 2 kryetarët të jenë Bilal Kasami dhe Izzet Mexhiti, ndërsa Bekim Sali dhe Arben Fetaj të emëruan nënkryetar, ndërsa Bekim Qoku sekretar general. Megjithatë, brenda Vlenit tashmë po hasin në vështirësi për mënyrën e funksionimit të ndarë në disa subjekte, andaj po kërkojnë një koncept të ri për shkrirje sa më shpejt në një parti. Po ideja është e njësimit e bërit një. Pra njësimit bërit një, që quhet ne e quajmë shpesh shkrirje, që do të thotë heqish dorë nga partitë individuale. Pra, mos flasim më për BESE, LD, Alternative, ASH, po flasim për Vlen, sepse po shohim që po bëhet e vështirë, shumë e vështirë ta mbajmë këtë model. E derisa po flitet për bashkim, nga ana tjetër po diskutohen edhe formulime të ndarjes së pushtetit mes partive. Arben Fetaj të hënën e kësaj jave tha se në Vlen duhet të vazhdojë koncepti barabarësisë nga 25% për secilën parti. Aty janë disa parime, e para është barabarësia e 4 subjekteve, siç e dini, hisja brenda Vlenit ndahet në 4 qerek. A është reale që zotri Fetaj të kërkojë 25% në ndarjen e pushtetit? Është reale të kërkoj. Por ai takon. Kjo është çështje tjetër tani. Unë po them që nuk. Po si është, sipas jush? Unë mendoj që neve po i diskutojmë edhe i shmangemi këtyne, domethënë këtyne ku mund të kapesh për 1%, 2% për një post ose 2 poste. Dhe mendoj që duhet të kalu kjo. Qoku foli edhe për zhvillimet e fundit që ndodhen në lëvizjen Besa. Ai theksoi se lëvizja Besa mund ta braktisë qeverinë vetëm nëse Vleni e braktis qeverinë, duke shtuar se Besa është Vlen, Vleni është Besë.